Dasma si shkoj? Perfekt, valla. Sa, po s'kishte pikë dashurie ndasa më mirë tani. Le, më këto mas e kishin tash i batia qa koda. O mirë, nuk kishte pikë lidhje dasma aty. Shqiptarët i shohin vetë. Nga cila anë? Puthja, ato duk normale. Nga cila anë? Nga ana Selin smar vlla gjithmonë. Ai po, e ka në qip. Ka, ja? Po, ka i fije. A mos e ka strategji, vlla? Pa jo, por strategji Ja. për çfarë, mirë. Po pse erdhi nga ne u fut mrena për të dashuruar? Po mirë më është rruga më e pastër, po tani avash ka ramren. Ma shumë mendoj dhon. A kupton? Me dona ideali atë. Atëherë, siç e dini, dasmat në Big Brother nuk janë dasma zyrtare. Edhe si rezultat, marrin, si tush, marrin formë në bazë të emocioneve apo të sinqeritetit të çiftit që martohen. Zakonisht dasmat në Big Brother kontestohen nga banorët e tjerë, mund të jenë shumë pak 1 ose 2 dasma në gjithë historinë e Big Brotherave që nuk janë kontestuar, por ja edhe kjo dasëm u kontestua. Mirë po, çfarë ndodh? Për të parë sinqeritetin dhe emocionin e kësaj dasme, mjafton të shohësh sinqeritetin dhe emocionin e 2 personazheve kryesor, pra të Dhëndrit dhe të Nuses. Nga ana e Dhëndrit diçka më i sinqert situata, po nga ana e Nuses nuk kishte fare emocion dhe kjo është vënë re edhe nga ndjekësit sepse e kam parë në shumë komente që ja kanë thënë këtë, pra s'kishte emocion dasma. Mirë po, duke mos patur emocion nga këto të dy që duhet ishin protagonistët, atëherë vëmendja spostohet dhe në fakt vëmendja ka qenë tek Miri dhe Rogerti gjatë gjithë dasmës. Pra më shumë janë komentuar këta dy se sa vetë çifti, që do të thotë të gjithë ishin kurioz me pa se si do reagoj Miri. Pastaj u bën kurioz dhe mori komplet vëmendjen reagimi i Rogertit. Tani, çështja është këtu. Të prishësh një dasëm nuk është një gjë e bukur, ç'është e vërteta, por në momentin që ti mendon se është falso, atëherë ke gjithë drejtën ta bësh dhe të gjykon tjetër kush, të gjykon publiku. Nga ana kjo është nga ana e Rogerit, nga ana e Mirit unë mendoj se ishte i sjellje korrekte për sa i përket atmosferës, nuk kishte veprime të tepruara, por mos harrojmë dhe një gjë, që jemi në Big Brother dhe dëshira për të qenë protagonist është e secilit dhe është legjitime. Kujdes, është legjitime, pra je në një shtëpi të survejuar me kamera, nga ku ti do gjykohesh nga publiku dhe momentin që ti je në këto kushte, atëherë të lind dëshira instinktive për të qenë protagonist. Edhe në shtëpi, 2 veta debatojnë, futet i treti, futet i katërti, pra gjen mënyrën për të kapur llokma protagonizmi dhe kjo nuk është një gjë për tu sharë. Tani, për sa i përket dasmës, dasma si përfundim për mendimin tim ishte e vakët, pra nga të dy protagonistët, po themi nga Dhëndri dhe nga Nusja, nuk te çoj atë emocionin që duhet dhe kam përshtypjen që kjo dasëm do t'i ndryshoj pak dinamikat në shtëpi, por sidomos pas prajmit nesër.